Një çështje penale ka nisur në prokurorinë e Elbasanit, ku në fokus janë vënë zyrtarët e Bashkisë së Qytetit për shkak të ndarjes së shumave financiare në formën e shpërblimit. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se veprimet janë kryer 2 javë para datës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 maj, pasi një informacion i mbërritur në prokurori jepte të dhëna se punonjësve të Bashkisë Elbasan u ishin shpërndarë shuma financiare në formën e shpërblimit për punë të mirë. Ky informacion është vlerësuar nga ana e prokurorisë duke bërë që zëvendësdrejtuesi Xhelian Seferi të regjistrojë procedim penal për akuzën e korrupsionit zgjedhor dhe shpërdorim detyra. Mësohet se hetimi ka në fokus disa punonjës të bashkisë, të cilët kundrejt veprimeve kanë ndarë shuma të konsiderueshme financiare nga buxheti i bashkisë tek llogaria e punonjësve të ndryshëm. Motivi i këtyre lëvizjeve financiare është bërë si shpërblim për punë të mirë, ndërsa prokuroria ka sekuestruar shumë nga praktikat dhe njëherësh janë kryer veprime proaktive me qëllim dokumentimin e veprave penale. Rasti në fjalë shënon vetëm një nga dosjet e regjistruara në prokurorinë e Elbasanit, ndërsa ky qark po mbahet në monitorim edhe nga struktura e posaçme kundër korrupsionit. Qarku i Elbasanit vitet e fundit është kthyer në bastion të Partisë Socialiste, ndërsa mjaft incidente të rënda elektorale, duke filluar nga presionet e deri tek përplasjet me armë, kanë ndodhur në këtë qytet.